atëhera më keni thirrë më po, a më vetë. Jo, ta vjen Klau, a na shpjegon, a është vendosur për një takim konsultativ për të mërkurën siç është kërkesa e planit, apo kryesuesi? Në këtë takim që patëm mes përfaqësuesve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Kosovës, për mua përfundimi ka qenë shumë i qartë. Dhe për ta zvarritur pa ndërprer konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra që kjo seancë themeluese e Kuvendit të Kosovës të mos përfundoj kurrë, sepse arsyeja është e thjeshtë, ata nuk i kanë numrat për ta votuar Kadri Veselin kryetar të Kuvendit, dhe prandaj nuk po duan as ta ndrojnë kandidatin, që të imponojnë kërkesa absurde, siç është kjo kërkesa e Enver Hoxhait, që është njëkohësisht edhe mjaft çesharake, ku të këshush nga kuptimi politik që ja kërkon LDK-s, Alternativës dhe AKR-s që ta votojnë Ramush Haradinajin për kryeministër. Kjo është me të vërtetë çesharake, duke e ditur pozicionimin tonë politik, në anën tjetër që mund demokratike AKR-n dhe Alternativën që ta krijojë një shumicë qëndrueshme në Kuvend të Kosovës. Domthonë këto ishin temat e diskutimit kryesisht. Ne jemi të themelohet sa më shpejt. Ne jemi kundër tendencës së panit që të zvarritet pafundësisht mbledhja konstitutive e Kuvendit. Sidoqoftë, më duket që kryesuesi Zoti Mikullovci mori vendim në favor të panit që të ketë një takim konsultativ të mërkurën dhe që para të mërkurës mos ketë seancë. Që nuk e kanë për qëllim mbajtjen e seancës. E kanë thjesht një përpjekje për me e shty kohën maksimalisht dhe që të mos zgjedhet kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës. Ne ishim që mundësisht seanca të mbajë të hënën, kjo do të ishte edhe më mirë, do ta shpërfaqte këtë tendencë të panit që të mos merr pjesë në Kuvendin e Republikës Kosovës, që janë për vetë shkaktar të bllokimit të themelimit të institucioneve të Kosovës, dhe në këtë të cilit i takon e drejta mos me ardhur në Kuvend, edhe mos me paraqit kandidatin e tyre. Është ndryshe po ta bojkotonim. Gjykata kushtetuese nuk na e ka dhënë këtë drejtë. Këtë drejtë e ka pani. Edhe pikërisht ata që e kanë të drejtën, ata nuk po vinë në Kuvend dhe po i bojkotojnë seanca. Kjo domosdoshmë është e paprecedent, nuk ka ndodhur kurrë në historinë parlamentare të pas luftës në Kosovë. Por kjo i ka shpjegimet e veta, ata kanë problemet brendshme, nuk mund të sigurojnë numrat për ta votuar Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit. Janë marrëveshje mes pozicioneve politike, por këta janë marrë vesh që Kadri Veseli nëse bëhet kryetari i qeverisë, dhe nëse njëri prej elementeve të ekuacionit ndryshon, atë ndryshon i gjithë ekuacioni, kështu që këto janë problemet me të cilat po përballet aktualisht koalicioni PAN, por është e pandershme për qytetarët e Kosovës dhe për institucionet të mbeten peng i një ende. Votu me qeveri Haradinaj në këtë rast. Nëse ai ka bërë një lëvizje, a ka mundësi kompromisi mes jush që të paktën ta votoni ju kryetarin dhe ata të sigurojnë apo a ka një mundësi kompromisi këtu? Këtu nuk jemi të çështja kompromiseve.
çështja se si themelohet mazhoronca në kuvend dhe është çështje e përcaktimit politik. Ne jemi kundër çfarë do koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosi këtë e ka shpjeguar para zgjedhjeve. Kjo nuk është çështje kompromisi. Ne jemi përcaktuar, ne kemi dalë në zgjedhje me atë ofertë. Tash me ndryshua atë pozicion politik, do më thonë me tradhtu votuesin, do më thonë me tradhtu vetveten, me tradhtu parimet tua për çka ke hyrë në politikë. Tash, i mandatum, jo i mandatum, PDK-s për kryeministrin. Unë nuk pe kuptoj, kjo është kërkesë çesharake. Ata e kanë vetëm një rrugë, të provojnë ta bëjnë mazhorancën dhe nëse nuk munden ta bëjnë mazhorancën, të dorëzohen dhe ta lirojnë rrugën. Në kuvend dhe e bën qeverinë. Ama është absurde, është çesharake me ja kërku Vetëvendosis me votu Ramush Haradinaj për kryeministrin. Vetëvendosja ka kryeministrin, cili është Albin Kurti, është njeriu më i votuar në Kosovë. Dhe me këtë në kuvend e votojmë Albin Kurtin dhe e bëjmë kryeministrin. E bëjmë qeverinë e Vetëvendosis. Këto janë dy alternativa. Ose